Po në Shqipëri sa mund të marrë një aktor i kinematografisë, qoftë është i suksesshëm? Da them unë, sipas çmimeve që referohen nga Qendra Kombëtare Kinematografike. Roli kryesor fillon është nga 12 deri 15 milion lek të vjetra. Roli dytësor është nga 7-8 të vjetra, pastaj roli tretësor mund të jetë 2 milion. 1,5, 3. Okej. 3. Po. Okej. Kaq. Po me kinematografinë që ka sot Shqipëria është i vështirë. Po është vështirë sepse unë po të them një gjë. Ti the që parë në fillim që filmat e mi që unë kam marrë pjesë kanë bërë mbi 400.000 bileta. Po të them diçka. Këto mbi 400.000 bileta mos harroj që janë bërë gati xhiro 3 milion euro. Kinema. Në këto 3 milion euro, po flas vetëm për bileta, është paguar shteti edhe kinematografia, se 1% e merr QKK për çdo lloj filmi që është transmetohet në Shqipëri, e 20% që është taksa e shtetit, që kërkon shteti. 21%. Në këto 3 milion euro, po të heqësh ti 21% i thon 630.000 euro. 630.000 euro ti ja jep. Bëri llogarit kokë. Ti ja jep. Shpenzime. Jo, ja jep shtetit. Po, dakor. Shtetit i çon në Ministrinë e Kulturës. Po. Në Ministrinë e Kulturës pastaj shkojnë në QKK. Po. Qendra Kombëtare, se kështu funksionon. Po. Atëherë Qendra Kombëtare Kinematografike paguhet me filma tavlla. Po. Edhe ti jep pastaj fillon e ndan, a kupton? Sa njerëz që ku dëgjon kanë binë nga zvin, apo edhe vin ata, edhe kur bëjnë filma thonë ja filmon për festival, ndërkohë që nuk i sheh njeri, i shohin me njëri tjetrin.